Lufta e Miletit. Lufta e Miletit mori shkas për t'ju kundërvend Kongresit të Berlinit, i cili i dha Malit të Zi plavën dhe guxin. Turqia, pushtusja jonë shekullore, u përpoq me kohë të shpërblente Malin e Zi me krahinat e tjera nga Hercegovina në vendet e tyre. Propozimet e Turqisë gjetën edhe kundërshtimin e Austrisë, që s'kishte interes të bashkoshin serbët me malazezët, ndërsa Rusia nga ana asaj ishte dakord me Turqin. Fuqitë e mëdha duke pasur pengesa në lidhje me zbatimin e vendimeve për ndarjen e trojve shqiptare, e morën edhe një herë në shqyrtim këtë çështje dhe vendosën që në vend të plaves e të guxisë, Malit të Zi t'u jepnin Hotin dhe Gruden. Kur u mor vesh një vendim i tillë, krerët e malësisë së madhe me 1 maj të vitit 1880 i kërkuan ndihmë konsullit austriak, ndërkohë dega e lidhjes së Shkodrës thirri gjithë bajraktarët e malësisë së mbi Shkodrës të zbrisnin në qytet dhe me 25 mars shpalli vendimin e marrë prej fisëve me luftu deri në pikën e fundit. Komandanti i ushtrisë turke i dha urdhër forcave të veta që t'u alironin malazezëve tokat shqiptare që i përkasin. Oda Sokoli, komandantin gjendarmerisë së Shkodrës në sheh Indinjate, hoqi petkat e ushtarakut me gradën e koronelit dhe veshi petkat civile kombëtare. Malazezët shkuan të zënë pozicionet që u takonin, por te kura Rxhanicës u ndeshën me pararojet shqiptare. Një qetë shkodrane malsorësh në kryesinë e Shaqirbegut, se bashku me Ali Begun, Ymermanin e Abdylmeten, ndodheshin edhe bajraktarët e Boksit e Tedrishtit dhe disa hotjane grudjan, Dexho Luli, Baca Kurti, Ismail Marku e të tjerë. Me njëherë, dega Shkodrës dërgoi përforcime. Ishin të shumt në numër trimat e ardhur nga Shkodra dhe nga Malësia mbi Shkodrës, ku ishte hera parë që një forcë kaq e madhe vullnetare me një shtrirje kaq të gjerë gjeografike mobilizohet për të mbrojtur trojet tona etnike. Avdi Kola, Mark Lula, Mara Shkola, Mehmet Shpeni, Xhegega ishin prirësit vullnetar Dugagjinas. Në këtë luftë e futur në histori si lufta e Miletit, e cila si në fushën politike dhe atë ushtarake, bëri që të dështoj momentalisht plani fuqive të mëdha për dhënien e Hotit dhe Grudes Malit të Zi.